Përshëndetje të nderuar miqtë mi, ja ku po takohemi me një herë së bashku, do me thënë ka ardhur reagimi në Instagramin e saj nga Egli, e cila ka reaguar me një herë pasi gjesti rrëfeu u fol historia e saj. Ndoshta qasja jashtë, ndoshta takimi me familjarët, momente që Egli ka ndarë me familjen e saj, e kam bërë që ajo të reflekton dhe ndoshta sot ta shikon gjestin po me këtë sy. Egli ka shkruar në Instagramin e saj që mendohuni para se të lëndoni një femër, sepse lotët e saj i numëron Zoti. Dhe ka shkruar gëzuar 8 marsin. Tani, a është ky një kërcënim për gjestin? Dhe a e ka parë Egli që gjesti ka lozur me të? A i ka dëgjuar të gjitha të fjalët që ka thënë që unë nuk e dua, dhe ndoshta Egli tashmë po shndrohet në një armike të gjestit, këtë nuk e dim. Por të thuash që Zoti numëron lotët, do me thënë ti ja thua këtë fjalën automatikisht gjestit, ai që ty të ka bërë keq, ai që ty të ka lënduar. Egli duket që shumë e lënduar, shumë e prekur, vazhdon të jetë tepër e prekur, vazhdon të jetë shumë e shokuar nga situata që ka ndodhur dhe në asnjë mënyrë nuk mund të gjejë qetësinë e saj. Gjesti edhe sonte tha që unë nuk e kam dashur, ja ka thënë për të disa të herë dhe ndoshta tashmë nga gjëra që i shikon Egli jashtë dhe nga mënyra se si ajo është qasur jashtë, ndoshta i pengojnë shumë edhe reagimet e njerëzve, edhe opinionet edhe gjithçka që ndodhen, ajo ka bërë këtë reagim i cili në fund të ditës është një reagim shumë i ndjerë nga ana e Eglit. Egli sapo e ka postuar në Instagramin e saj këtë ngjarje, këtë histori, këtë situatë, këtë moment, është shoqëruar me një video ku Egli kërkon të drejtën e saj dhe siç duket tashmë Egli po shndrohet në një armike drejt gjestit.